Ndërkohë the që në mesin e shkaktarëve një rol të rëndësishëm kanë edhe bakteriet, përveç viruseve që i përmende. Tash bakteriet kanë, domethënë, burim tjetër të infeksionit, prej ka vjen infeksioni. Për shembull, salmonella dhe campylobacter zakonisht vjen prej mishit të shpesve, edhe prej vezëve. Ndërsa Escherichia coli mund vi prej deleve, prej dhive, po mund vi edhe prej kafshëve shtëpiake që janë reptilet, për shembull, grupi i zvaranekëve. Ndërsa një lloj tjetër i ushqimit prej nga mund të jetë burim i infeksionit janë ambëlsirat për stafilokokun. Do një bakterie e cila mund të shkaktoj infeksione të rënda edhe me një tablo klinike të rëndë. Si përhapën tash këto, për shembull, nëse mishi tazom është i kontaminuar, infektuar me salmonellë. E marrim tazom mishin e pulës. Edhe nuk e zim apo nuk e pjekim si duhet, ai depërton përmes gojës, në lukth, në zor, edhe aty, domethënë përhapet infeksioni. Po ashtu edhe ëmbëlsirat, nëse janë gatu edhe nuk janë marrë në kushte të posaçme të ftohjes, atëherë mund të vijë deri te zhvillimi i mikroorganizmave edhe infeksioni. Gjithashtu edhe pemt edhe perimet mund të jenë burim i infeksionit me bakterie. Për atë duhet kujdesemi t'i pastrojmë mirë edhe t'i bëjmë një barierë për mos u përhapur këto infeksione. Gjithashtu rëndësi të veçantë ka personat që e përgatitin ushqimin, se edhe përmes atyre ne mund të marrim infeksionin, për shembull kuzhinierët ose ata që e servirin ushqimin, ose ata që e ruajnë, nëse nuk kanë kujdes, domethënë prekin, tazom, një kuzhinier, i fshin djersët edhe vazhdon të gatuaj, djers është në lëkurë dim që është Staphylococcus aureus. Ai automatikisht mund të depërtoj në ushqim edhe të përhapet, ose e krun hundën, nuk i lan durt edhe vazhdon, ose e ka kry nevojën në banjë, nuk i ka pastru mirë durt, edhe vazhdon gatimin, atëherë mund të përhapet, domethënë infeksioni. Gjithashtu, për shembull, rrugë tjetër e përhapjes janë toaletet, në qoftë se këta persona kanë kry nevojat, kanë vjellë ose kanë barkçit aty, edhe nuk është pastru, nuk është dezinfektu si duhet, atëherë personi tjetër i cili shkon, prek aty, nuk i lan durët e veta mirë, para se të ushqehet, atëherë mund ta bart infeksionet. Por atë është rregull, personat cilët kanë infeksion duhet të izolohen për disa kohë derisa mos ta përhapin infeksionin. Kjo përhapja, sepse e dim që kur punon goxha probleme marr shumë ditë pushim në vendin ku jetojmë na të paktën. Sa është faza e përhapjes kur je duke u trajtuar? Domethënë momenti për kur infektohet organizmi deri te shfaqja e simptomeve dhe sa janë ata barst infeksionet mund të janë prej disa orë deri në disa ditë. Po për infeksionet këto akute të zorëve zakonisht na japim 3-5 ditë deri në një javë pushim. Edhe duhet me dojmos për arsye se e ndërprejmë zinxhirin e përhapjes së infeksionit.